deputeti i Partisë Demokratike për qarkun e Fierit, mirë po Kozmadashi, mirë po justifikimi ti se kemi seancë plenare, apo dhe, ose ndoshta mund t'jetë dhe reale, ka bërë që ai mos jetë i pranishëm në studio. Gjithsesi kemi një deputet tjetër që nuk ka qenë i pranishëm në seancën plenare. Mund ta justifikoj kolegu i tim. Jo, Kozmaj është e vërtet që sot ka pas komision dhe po përgatitet për seancën plenare të Po, kështu më tha, kemi komision dhe kemi... Është e vërtet që Kozmaj ka qenë prezent. Do t'ishte mirë që dhe ai t'ishte i pranishëm pasi ka pas një qëndrim opozitar sistematik të Partisë Demokratike, madje edhe të subjekteve partijake të krahut opozitar në lidhje me keq menaxhimin e ndihmave apo dhe situatës përmbytjeve. Gjithsesi do të fillojmë të diskutojmë në këtë emision të drejtë për drejtë nderuar shikues me problematikat e krijuara pas përmbytjes. Zoti deputet, përmbytjet ishin të konsiderueshme, madje disa thonë të parat në 100 vite, disa të tjerë sjellin shifra dhe fakte të tjera, gjithsesi dëmet ishin të konsiderueshme. Duhet ta pranojmë që këto përmbytje ose ky moment ka qenë një nga më të rrallët që ka ndodhur, të paktën unë nuk jam moshë e re dhe mbaj mend shumë mirë që në rreth viteve 80 ka ndodhur për herë të fundit që Oxhara ka ndenjur 15 ditë ose ferma e Oxharës asaj kohe ka ndenjur rreth 15 ditë në ujë dhe kësaj radhe po jemi po në të njëjtat kushte, bile shira të rëna në zonën e Gjirokastër, Tepelen, por dhe në Greqi, janë nga më të mëdhajet ndodhur në 50 ditët e fundit. Tani, pavarësisht nga situata që ndodhi, për hir të informacionit të sotëm, për hir të teknologjisë e cila është shumë e përparuar se në ato vite, qeveria shqiptare dhe në përgjithësi ndërmarrjet dhe qytetarët nëpërmjet komunave arritën të marrin një paralajmërim, sidomos ditën e shtunë kam qenë prezent me ministrin e bujqësisë zotin Panariti, ku është bërë prezent bashkë në një intervistë që ai ka dhënë së bashku me prefekten e Vlorës, ku është hedhur edhe një opsion që është përsëritur dhe një ditë më mbrapa, ditën e diel, së bashku me prefektin e Fierit, që duhet parë dhe opsioni i shpërnguljes, sidomos të bagëtive dhe të gjës gjallë nëpër shtëpira, atje ku mundësia e përmbytjeve ka qenë edhe më shpesht, edhe herë të tjera, si në vitin 2005, ose edhe në 2012. Dhe sipas gjithë informacioneve të marra dhe kontrollit të institucioneve në varësi të Ministrisë Bujqësisë, por dhe të vetë ministrit, të angazhimit të tij të përditshëm, komunat nëpërmjet zinxhirave të tyre të kryeplejësisë, të informatorëve që ata kanë që shpërndajnë nëpër shtëpira, janë lajmëruar njerëzit dhe janë paralajmëruar që të marrin masat që